Në ambientet e shkollës së ulët të muzikës Ilija Nikolovski Luj, u mbajt koncerti i nxënësve të klasës së mësuesës Rina Bilurdagu Sejfullau. Ajo që e bëri të veçantë këtë ngjarje ishte fakti se nxënësit patën lirinë të përzgjedhin vetë veprat që interpretuan, duke treguar jo vetëm aftësitë teknike, por edhe ndjeshmërinë dhe shijen e tyre muzikore. Nën tingujt e pianos, publiku kishte mundësi të përjetonte emocione të shumta, nga interpretimet klasike deri te ato më moderne.
atmosfere ngrohtë dhe mbreslënëse, dëshmoi edhe një herë rëndësinë që ka mbështetja familjare në rrugtimin artistik të rinjave. E fëmijët ishin ata që na treguan se si u bë përzgjedhja pikërisht e këtyre veprave. Unë quhem Lorika Saracini, i kam 9 vjetë, jam në klasën e Rinës, jam klasa e 4 edhe veprat që unë sot veprën që e prezentova ishte vepra e Harry Potterit, edhe vepra që më shumë i dua është e Harry Potterit, e dua edhe njërë tjetër këngë nuk e mbaj mend bashkë si quhet, edhe shumë tjera i dua. Dhe si të mirë pritën publiku sonte, kishe duar trokitje? Po shumë kisha duar trokitje. Me cilat vepra më shumë ke dëshirë që të prezentohesh? Me Harry Potter më shumë kam. Unë quhem Arba Bajrami edhe mësësja jeme ka emrin Rina Biljurdagu edhe unë në piano jam klasa e 3, në shkollë jam klasa e 4. Unë sot e kom bërë Moanën, e kom prezentu, po edhe të gjithë kanë dërë tërkit. A të pëlqen piano? Po. Se ke përzgjedhë këtë instrument? Se kër jam kone vogël, shumë e kom dash piano. Unë jam Ana Dervishi dhe jam në klasën e mësuses Rina dhe jam klasa 4. Me cilën vepër u prezentove sonte? Me veprën Sky Full of Stars. Dhe si të mirë pritën publiku? Shumë mirë. Cilat vepra zakonisht pëlqen që të performosh tu në për koncerte, kur keni? Ne miri. Dhe ke bashkëpunim të mirë me mësuesën Rina edhe me të gjitha shoqet dhe shokët këtu? Po, Të pëlqen shumë piano? shumë. Unë jam Lara Qeliku, jam klasa e 4 dhe jam nxënësja e mësusës Rina. Me cilën vepër u prezentove sonte? Sot u prezentova me vrepën Godfather. Dhe atë pëlqyen publiku, kishe duar trokitje? Po, shumë. Unë e quhem Arjani Qaili, unë kam 14 vjeç, unë të shkolla ime fillore jam klasa 9, kushtet e kjo shkolla, unë jam klasa 7, unë i kam luajtur pianos për 7 vjetë që kam qëndruar me mësusën time që quhet Rina Bilogradu Sejfulla. Si e she, më thuaj, evoluimin të nga klasa e parë deri tani të 7-ën, sepse kanë kaluar 7 vjetë edhe sigurisht që she edhe ndryshime në talentin tënd, apo? Po, ajo është shumë e vërtet, unë kam pa ndryshim në talentin tem, po ashtu edhe ma shumë motivim për me i luajtur pianos, po edhe ashtu ndryshimet të ushtrime që bëhen ma zëme, të gjithë thonë se me mësu ushtrime ma të bukura krahasum si pas fillimit. Po, cilat vepra zakonisht pëlqejnë më shumë ti dhe vendosni me mësuesën që të prezentohen në koncertet e tilla? Unë momentalisht nuk kam ndonjë vepër që shtu e kam një shumë herë, po unë këtë veprën që e kam luajtur sot në këtë koncert që kam marrë pjesë, kjo e ka emrin Idea 22, kjo është këngë pi kompozitorit Gibran Alkoker, kjo këngë vjen, këtë këngë e kam marrë si burim nga media sociale. Dhe dashur miq, e përfunduam ashtu më së miri këtë koncert me dy bineq, të cilët janë Aliu dhe Almiri, të cilët patën një pikë muzikore shumë të veçantë, të cilën e njohim të gjithë ne. Por unë këtu afër kam për t'i pyetur për këtë eksperiencë të tyre të këtij koncerti, edhe për gjithë të vite që janë tani në këtë shkollë të muzikës. Përshëndetje. Përshëndetje, unë quhem Alis Finani, unë jam në muzikë klasa e 5 dhe në shkollë fillore klasa e 7, së pa të ndërën të liu me vëllain tim Binjak i pikën e njohur si Bella Ciao. Kjo është një vepër shumë e mirë që unë me vëllain tim e zgjodhëm, publiku na duar të rëkitëm shumë dhe unë ndjeva shumë i lumtur. Sa kohë ju është dashur zemër që ta ushtroni këtë vepër? Unë mendoj që gjallë më tepër sepse më njëherë e kapëm ritmin bashkë me vëllaun. E keni të vështirë sepse jeni dy djema dhe për ta kapur ritmin ndoshta është më ndryshe se sa njëri kur performon. E gjeni atë bashkëpunimin me njëherë dhe e shoqëroni njëri tjetrin lehtë? Është pak vështirë për këtë gjë, po Besoj me ndihmën e mësuesës e keni më lehtë. e kemi më lehtë, po. Keni ndonjë kompozitor të veçantë kështu që ju pëlqen ose ndonjëri që luan në piano dhe që pretendoni që të bëheni sikur ai kur të rriteni? Për momentin nuk kam ndonjë kompozitor. Por që jam e bindur që do bëheni emër i njohur dhe do na përfaqësoni dënjësisht jashtë shtetit, apo jo?
Iran, po. Ky koncert ka qenë pak më ndryshe se koncertet e deri tanishme. Kësaj radhe kam vendos pakës më ju lënë zgjedhje më të lirë nxënësave, edhe vetëm ju kam thënë zgjedhni nga një këngë që ju pëlqen juve, edhe kanë ardhur me zgjedhje prej më të ndryshmeve. Na ka marrë pakës më pak kohë se me kompozimet muzikës klasike që jemi mësuar deri tash me punu, me ushtru, mu paraqit. Mirë po, kënaqësia ka qenë shumë e madhe, ju ka duk shumë interesante, kam pranu shumë mirë si ide, edhe kanë qenë shumë të entuziasmum çdo orë, kështu kanë ardhur me kënaqësi. Edhe sonte besoj që e patë edhe ju, ishte një atmosfera ashtu pak më ndryshe, shumë e këndshme. Rina, është sigurisht që shumë e nevojshme që të ketë edhe një bashkëpunim mes prindërve dhe familjeve, sidomos në këtë rast kur keni bërë përgjigjet bashkarisht. Si e përkufizoni këtë bashkëpunim ju ose këtë trekëndash? Po është shumë e rëndësishme në fakt. Do me thonë, është e pashmangshme, jo, pa tjetër du të këtë bashkëpunim, edhe prindi me fëmijën, prindi me mu si profesoresh edhe unë me ta, sigurisht edhe mandej, ajo, kur funksionon kjo marrëdhënie, ky trekëndsh, atëherë rezulton edhe te fëmijët shumë më mirë. Zakonisht si keni orët dhe sa ju duhet të përgatiteni për një koncert të tillë sikur sonte që ishte? Po, zakonisht unë përfundim 3 mujoreve mbajmë koncert, ose në përfundim të gjysmëvjetorit mbajmë një koncert gjithmonë, dhe paraqesim ato që kemi punu gjatë këtyre muajve. S'do të thotë që ne kemi punu vetëm këtë, kemi edhe shumë vepra tjera që e punojmë, si që dinë mbajmë orë individuale në piano, edhe punojmë veç e veç me secilin nxënës, secili nga ta përgatit nga 4-5 vepra, ose edhe ma shumë gjatë vitit sa mundet me arrit. Në fund po ashtu paraqiten edhe në provim për me kalu prej klase në klasë, kështu që do me thonë çdo vit ata avansojnë ma shumë, përparojnë edhe fitojnë një uri të reja çdo vit e ma shumë. Edhe gjithmonë mundohemi edhe mi paraqit që edhe mi ndo ato që kanë mësu edhe me publikun. Në këtë formë, duke realizuar koncerte, po. Normal mirë, po. Sa është e vështirë pastaj të punoni me fëmijë të këtyre gjeneratave që i pam sonte? Po, shiqo, është pakës, janë si të moshat nga më të ndryshme. Të larmishme. Të larmishme, disa janë shumë të vegjël, ata kanë nevojë për ma shumë për kushtim, për ma shumë vëmendje, nga njerë duhet me lujtë edhe rolin e mësueses edhe të psikologut edhe të mamit edhe të gjithë kur jemi aty në klasë. Mirë po është kënaqësi, me të vërtetë është kënaqësi, janë të mrekullueshëm, siç thash, kur ka edhe bashkëpunim edhe me prindët, edhe fëmijët janë shumë të mirë, kështu që është gjithmonë është satisfakcion shumë i madh. I përzgjedhni vepra çdo herë bashkarisht apo i keni ju të përcaktuara për përgjatë gjithë vitin se çfarë duhet për shembull për këtë klasë dhe për Po normalisht punojmë sipas plan programit të shkollës, mirë po brenda atij plan programi unë mundohem që me ju luj gjatë orës, ju luj disa vepra ndryshme, i thëmë zgjedhni, cila për ju flenë ma shumë, cila melodi për ju pëlqen ma shumë, edhe mundona që edhe ata me gjetë vetën, do me thonë mos t'jap diçka që nuk i përshtatet karakterit tyne, edhe kështu bashkarisht mandej vendosim, thojmë, kjo mirë, kjo s'po më flenë, kjo s'po më shkon, gjatë vitit i ndrojmë sipas e shohim sipas. Rina, ma shpjego pak nëse punon për shembull me një fëmijë që sapo ka filluar te ti dhe me një fëmijë që tani më ka krijuar pak eksperiencë. Si është dallimi mes tyre? Sigurisht është ndryshe, një fëmijë që ka dalë disa herë veç ka luajtur në koncert, ka fitu pakës eksperiencë, pakës vetbesim, ju duhen fillim janë më të ngurum derisa të lirojmë pak shumë me paraqitje, me pjesëmarrje në aktivitete. Po them drejtën shumë edhe shpejt adaptohen edhe do me thonë përparojnë shumë shpejt se kisha zonë të nxënës për shembull që kanë fillu këtë vit prej shtatorit, tetorit që s'kan ditë ku është as nota don piano edhe sonte kanë dalë kanë luajtur koncert. Për ata është shumë arritje e madhe deri këtu me ardh. Kështu që ndoshta ky kthimi është më i madh për këta të vegjël sesa për ata që veç më janë tu shkollu këtu. Më thuaj cili do të ishte mesazhi që do ta përmbyllim këtë intervistë për gjithë ata prindër që ndoshta pretendojnë që fëmijët e tyre t'i sjellin, por që pak ndoshta hezitojnë nëse e kanë talentin ose nuk e kanë talentin, sepse pak a shumë duhet të ketë edhe talent, ë? Unë do me thonë, normalisht, talenti është një faktor shumë i rëndësishëm, mirë po, s'do të thotë që du të ketë vetëm talent. Kam nxënës që janë shumë talentuar, po mandena puna për kushtimi është një pjesë tjetër, kështu që nga njerë ata që punojnë ma shumë janë ma suksesshëm se ata që janë shumë talentuar. Gjithsesi, unë ju kisha thënë të gjithë prindërve, do me thonë, shumë mirë për fëmijën me mësu një instrument, për shkak të shumë faktorëve edhe tjerë, jo vetëm se kanë talent ose pse vetëm me u marrë me diçka, po është vërtetu, do me thonë edhe shkencërisht edhe gjithçysh se fëmijëve ju bën shumë mirë
të mësuarit e një instrumenti. Qoftë për shëndetin mendor, qoftë për me u shpreh emocionalisht, qoftë edhe për zhvillimin e trurit, pastaj edhe për kënaqësi shpirtërore. Mirë, po do me thonë shumë dimensione ka benefite, kështu që pse jo. Ky koncert ishte një dëshmi e përkushtimit të mësueses Rina dhe një pasqyrë e qartë e potencialit të madh që kultivohet çdo ditë në këtë shkollë, që prej vitesh është një vatër e rëndësishme edukimit muzikor në vend.